Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova ka mbërritur droni i parë i këtij edicioni, dhe ai ishte dedikuar pikërisht për banorin Eduard Kuçi. Ky moment solli menjëherë reagime dhe emocione, duke krijuar një atmosferë të veçantë te banorët. Droni, që u shfaq mbi oborrin e shtëpisë, përmbante një mesazh surprizues për Eduardin, duke e bërë atë qendër të vëmendjes. Banorët e tjerë u mblodhën rreth tij, të entuziazmuar për të parë përmbajtjen e mesazhit. Ky gjes nga jashtë tregon se Eduardi po fiton mbështetje dhe pëlqim nga publiku, ndonse ende janë në fazat e para të lojës. Përkrahja përmes dronëve konsiderohet një ndër shenjat më të forta të popularitetit në Big Brother. Reagimi i Eduardit ishte i emocionuar, por njëkohësisht i matur, teksa falenderoi mbështetësit e tij, ndonse pa e ditur saktësisht se kush e kishte dërguar mesazhin. Dronët në Big Brother shpesh prishin ekuilibra dhe nxisin dinamika të reja mes banorëve. Ndaj pritet të shihet nëse ky moment do të ndryshojë marrëdhëniet brenda shtëpisë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.